Shkoj Zvicër e Shravetin. Do me thonë nuk jetoni në Kosovë. Urna, vetëm bëje follow këtu, edhe leta fokuson kamera. Zonjë, ne realisht i kemi disa sfida, po për respekt pasi jeni zonjë edhe unë dalit për emisionin 05, unë po të adhuroj çantën gratis nga Duki Dash. Shumë faleminderit për juve, ju përshëndes të gjithëve. Si jeni ajni mirë, zonjë? Që mirë ju, që shina ajni mirë? Mirë, faleminderit, jemi për emisionin 05, prej nga jene? Jemi nga Sojeva, jetojnë në Ferizaj. Në rregull, knatësi veçantë që ju takojnë sheshën e Ferizajt, e kam një çantë gratis për ty, vetëm nëse mundesh me na bo follow në Instagram ose në TikTok. Duki Daso, gjendet tek qendra të tregtare dhe village. As ki rjet? Ja kam rjetë. A ki e, okej. Apo e bëni jo? A ki TikTokin ose Instagramin dikon? Hajde. Veç një moment. Shkoj Zvicër e Shravetin. Urna? Shkoj Zvicër e Shravetin. Do me thonë nuk jetoni në Kosovë. Urna, vetëm bëje follow këtu, edhe leta fokuson kamera. Zonjë, ne realisht i kemi disa sfida, po për respekt pasi jeni zonjë edhe unë dalit për emisionin 05, unë po të adhuroj çantën gratis nga Duki Dash. Shumë faleminderit për juve, ju përshëndes të gjithëve. Urna, krejt që dush me bo është me shënu emrin edhe mbi emrin këtu, edhe kupuni është me ty. Faleminderit shumë. Cilin vend në Zvicër jetoni? Jena në kanton të Lozanës. Okej, qysh po kaloni atje edhe? Mirë. Ku marrë me këtë familjen gati këtë. Okej, sa keni me qëndru? Kena me qëndru... Veç kimi ikin me e, kjo me ty. Opo, faleminderit shumë. Kena me qëndru 5 javë na, qika të më kanë ardhë dhe jena 17 vetë prej Zvicrës. Edhe 30 i kumë lanë atje. Veni çdo vit këtu? Çdo vit. Faleminderit shumë knatësi. Kaloni sot. Përshëndes gjithëve. Faleminderit. Kaloni mirë, faleminderit.